Zoti Vesi, pse dje nuk ardhët në Debat Plus, po përmes një shkrimi në Facebook, vendoset me çujt autorin e emisionit Çelësir dhe shantazhues nëse nuk po e citoja separat. Unë këtu jam për me marrë pjesë në një ngjarje shumë të rëndësishme për Kosovën, nuk du me debatu ose me ngrit për shkak se jam dalë kam dhënë gjitha shpjegimet e nevojshme, edhe rrjedhimisht të gjithat pavarëtitetet dhe shpifjet e radhës do të përfundojnë në pa di për shpifje në ditët edhe javët të Ju keni mbajnë. punu gazetar, a mendoni se është gjuhë e dur ajo që e keni përdorur atë? Urna? A mendoni se është gjuhë e dur ajo që Kur keni kam përdorur? punu unë si gazetar? M'fal, nëse keni punu, ose keni Nëse studiu, nuk e di. logjika njëjtë sikur e Debat Plus. Shpeci, a do t'i përgjigjet vetëvendosja dhe koalicioni, pra një takim eventual nga presidenti Osmani me partitë politike? Tash sfarën e pash si lajm, por nuk di se s'kam pakte në informacione nëse ka ardhur një ftesë e tillë. Mendoj se Ardhante, por nëse do të vijen. po tash kjo nëse do të vijë është situatë hipotetike, edhe në rast se vije me parti tjera. për dialog jemi, jo vetëm për dialog, do thotë ne kemi bërë edhe ftesë për bashkëpunim dhe për koalicion. Dialogu nuk vije. Po nuk është nuk do të merrni pjesë në ato, sillet nga presidenti. tash institucioni i presidentit është institucion bipartijak, edhe nuk vihet ato kushte se kush merr pjesë ose kush nuk merr pjesë, po sidoqë që të jetë e presim eventualisht nëse vjen një ftesë e tillë, po përveç ftesës është shumë e rëndësishme edhe përmbajtja e ftesës. Faleminderit shumë, ditë mbar.